Komisionerëve ta. Nuk kanë qenë, është këputur pa i njoftuar atë. Ata nuk e dim se si është raportuar me policinë për të devijim. Jemi dakord Eriko? Jemi dakord. Të lutem, po këtë kërkojmë ne verifikimin. Dakord, kanë firmos edhe përfaqësuesi për çështën ka qenë ndër komisionin. Pasi ka marrë procesin zgjedhor, kutia votimit është futur në praninë edhe të përfaqësuesit tuaj në mjet. Udhëzimi i komisionit të zgjedhjeve përcakton qartë detyrimet e policisë në momentin e mbaron procesin zgjedhor. Që do të thotë, dy përfaqësuesë të dy subjekteve politike do të hipin në mjet, të mbajnë kutinë e votimit në mjet dhe të shëgjojnë nga policia nga qendra e votimit për në qendrën e numrit më foto. Juve mendoni se ky proces gjatë rrugës ka pasur një problem. Nëse keni pretendim, do të komunikojmë. Të lutem, do të komunikojmë me kryetarin e KZ-s, që mbulon këtë qendër votimi, jetë edhe ai pranishëm dhe flas. Të lidhet edhe me komisionin qendror të zgjedhjeve, dhe të jemi të gjithë në rregull. Nuk kemi asnjë lloj pretendim. Mjetin do ta shkpusim nga këtu, mos fillojmë problem vërtet dhe çojmë në një vend tjetër të përshtatshëm dhe të vazhdojmë të gjitha procedurat ligjore. Atëherë, kjo është. Kutia e votimit kishte një trajektore për ta ndjekur dhe për të ardhur direkt këtu. Ka devijuar, është shkëputur nga dy kutitë e tjera dhe ka shkuar për arsye që mund të jenë të justifikuara në spital. Kjo kuti votimi nuk ka lidhje me kutitë e tjera. Një minutë. Ky është mjet tjetër, ky është punonjës policie tjetër, dhe ajo është qendër votimi tjetër, mos i ngadroni. Ju kuptova. Po. Vëzhguesit Po. dhe komisionerët e forcës që unë përfaqësoj kanë qenë të anashkaluar nga kjo trajektore tjetër që ka ndjekur makina juaj. Përpasoj, ne kemi gjitha dyshimet tona se në kutinë e votimit mund të ketë probleme. Prandaj ne kërkojmë që kjo kuti t'i nënshtrohet ekspertizës për të verifikuar komisionerët të treja kutit. Të treja kutit. E Bishanit, një minutë. Të treja kutit e Bishanit, në pranit komisionerve të treja palve kryesore që marrin pjesë. Të verifikohen firmat, të verifikohen dhe të të hapen, të shikojnë vullat dhe të rimbyllen siç e kërkon rregulli. Të e kërkojmë, kështu që duhet vi antarja e KZ-s. Ne kemi thirrur tani policinë gjyqësore. Të njoftojmë kryetarin e KZ-s që është përgjithësi ligjor për ndihmën e procesit. Ajo duhet kryetarin e KZ-s, po. Njoftojmë kryetarin e KZ-s nëse keni pretendime të mirë. Policia ka shoqëruar mjetin nga gjithë kohët. Mos ta bëjmë nuk atje ju O zotri, kemi qenë gjatë gjithë kohës të shoqëruar. Janë edhe dy kutit të tjera. Ndërsa eskortat tona që shoqërojnë do ishte më korrekte që akti ekspertimi. Jo eskorta po ka pas komisionerët tonë brenda nuk kemi qenë të shoqëruar. Po shefo, po thuaj se kemi shqyrë, kemi lajmëruar të shoqëruar dhe policinë, edhe antarët të tyre me makina mbrapa ne. Po ti për antarët, ku kemi gjithë drejtë kontrolli kemi antarët jo punë. Të gjithë përfaqësuesit e objekteve. Ato të kryetari dhe sekretari. Hape atë. Kanë njoftuar me telefon. Si ti do të di? Do të mbrapa na lutem do njoftojmë që mos të bëjmë një minutë. Më falni. Na mbrapa nuk të flas jam në transmetim, të lutem. Ka mundësi. Në momentin saktuar ka qenë vetëm polici me kryetari, sepse personi i dytë që ju pretendoni se duhet të jetë i Na fal, ka qenë dhe personi juaj. Ka mundësi të lutem. Personi ato që janë, të lutem mund të vi personi që ka detyrimin kryetarin e KZ-s, të vi një njoftojmë nuk e di cila është kryetari i KZ-s. Nuk e di, po vjen mirë. Po vjen mirë. Të vinë prezidentë të bëj verifikimet e vulave dhe marroj. Homojsisht, ishte ne me ne gjatë Ne kërkojmë kryetarin Oredjal
Në lere hatani. Jam unë, jam kryetari komision, jam kryetari qendrës votimit. Kryetari kështë bërë si duhet. Duhet bëjmë një njës. Ne kërkojmë, ju lutem shumë. Kryetari e këzazës. Kush është? Profesor, si jeni, Broma, si dukeni, mirë, faleminderit. Kryetari i qendrës votimit dhe sekretarja, çfarë do? Unë jam drejtuese politike për Novosel. Drejtuese politike Po, si puna drejtuese ime. politike. Kam ndjekur, kam monitoruar procesin. Edhe jam në djeni të gjithë situatës që ka ndodhur edhe situata. Jo, nuk isha në spital. Janë antarët e komisionit që verifikojnë. Dhe forcat e rendit, edhe forcat e rendit kanë qenë në shoqërimin e kutis. Ku është problemi? Atëherë, mua më është komunikuar që në makinë kanë qenë rezervë. Një antar i partisë uaj ka qenë transportuar makinën. E ka qenë në lart. Oje, po të dalit e javëzatarët e mirë. Kuja, ueno? Kontrollojnë bulat. Antari... Kontrollojnë. E vetëmja mënyrë për ta zgjidhur këtë është të vi kryetarja e këzazës, të vinë komisionerët, ta verifikojnë në prani. Profesor, keni detyrimin që të bëni jo. Ka vetëm një zgjidhje, ju keni detyrimin që të bëni ankesë pranë këzazës. Jo të bllokoni kutit siç po bëni. Kutit kanë pasur. Unë të ndryni më në këtë çështje. Se ju e një parë, Ju keni detyruar të Unë po bëj. Nëse nuk doni të përshkallëzoni sjelljen tonë, ne jemi parë. Unë jam tonë si bëni të seksionit. Kryetari i qendrës votimit ka markuar ne ta përshkallëzosh sjelljen vazhdo. Jam të drejtë të argumentoj çfarë ka ndodhur. Ti leje, ja këta. Çfarë bëni? Ore, leje jep shteti, shteti. Jo jam shumë dakord, por ju duhet të shkojnë ju keni detyrimin tonë që Ora po ti shkoj, kush të stëm dasham çaj. Bueno, kemi duar që Что вы вот это раб шире me do? Что вот это шива? Kaloni pak matan dikit. Kaloni pak. Kaq do, vetëm kaq. ai që kishin Largoni nga rrethimi, çuna. martër. Atëre, komisionerët e LSI-s që kanë lidhje me këshillit e votimit e vinë këtu. Të vinë ata, kryetar, sekretar, Apo jo,